bashkëbisedim që bënte një prind me fëmin, i tha, mamaja djalit more, i tha, po, janë provimet, i tha, e kuptoni, i tha, qa po bën? Muj mami, i tha, pse ke ti shqetësim? Këtu tani do dalë shqetësimin. Që do ta bënte rolin mami në këtë rast. Unë, i tha, di çfarë kam mësuar për 3 vite. Dhe unë jam i sigurt në atë që di. Dhe sado që të lëviz, do lëviz plus minus ke nota vjetore që kam nxjerr, o më shumë, o më pak. A mund të qetësohesh ti, tha, sepse unë e kam shumë të qartë ku do shkoj. Duket sikur mamaja do bënte provim. Në fakt, stresi i prindërve është shumë herë më i madh. Të dashur prindër, hiqni dorë nga fëmia objekt. Fëmia nuk është objekti juaj, po është objekt dhe subjekt. Dhe si objekt dhe subjekt, ju nuk duhet kënaqeni se është një vazo e bukur që ti e mbushe plot dhe e vure në tavolinë. Ju duhet jeni të lumtur në qoftë se fëmia juaj arrin të japi maksimumin e asaj që di pa gënjur veten, por duke ju bërë ju krenar sepse është fëmia juaj. Ky është problemi më i madh i stresit të parë.